Të nderuar zotrinj, të dashur vëllezër, të dashur të rinj, mbas takimit që ne organizuam në Dukat të Ri, në Tragjas, ne po organizojmë një tjetër takim me banorët e njësisë administrative Orikum, jo thjesht për të prezantuar birin tuaj, kandidatin që ka koalicioni PD, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, që është numri 1, zotin Selaudin Nelaj, por për të përcjell ato mesazhet tona, mesazhet e koalicionit për ju. Pse duhet një banor i Orikumit, i Dukatit, i Tragjasit, i Radhimës, një banor i zonës son të votoj zotin Selaudin Nelaj? Në fakt, në një fushat, kur paraqiten partit që kërkojnë votat, normal shikohet koalicioni, shikohet programi partis dhe shikohet ekipi kandidatëve dhe kandidati. Në programin ton të dashur vëllezër, dhe nuk e gjeni në asnjë nga partitë e tjera, ju gjeni të parën më kryesoren për zonën tuaj, që ne do luftojmë, do përpiqemi, do lobojmë fort deri në fund për ndarjen e re territoriale administrative që Orikumi të jetë bashki, e cila pa drejtësisht ky status ju është nga Rama dhe nga sekti i tij dhe ju është me qëllim për të kaluar zona në regres. Orikumin bashki e kthen vetëm Partia Demokratike. Ju keni aleat Partinë Demokratike dhe banorët e Tragjasit dhe të Dukatit dhe të Orikumit. Tentativa që u bë për të marrë ujë në Dukat, që do ripërsëritet nga ky sekt. Tentativa dhe sulmi, agresioni që po bëhet për të marrë ujin e Tragjasit, janë veprime të mirëfillta të Ramës dhe të sektit të tij dhe të shpurës së tij, me okejin edhe të ish deputetëve apo të deputetëve të tij, me qëllim që kjo zonë të ngelet mbrapa. Marrja e ujit të Tragjasit është kthim mbrapa për turizmin në Vlorë. Nuk është vetëm për Tragjasin, po është edhe për Radhimën që ngelet pa ujë. Është edhe për problematikat që shkakton në Orikum, që do shkaktoj edhe në Dukat. Partia Demokratike në programin e saj kthen vëmendjen tek qytetari, tek individi dhe e fillon me atë programin e dhimbësurisë të 100 ditëve të para. Jemi krenar për kandidatin ton, që kemi një intelektual, një arsimtar model. Ju kërkoj që të gjithë bashkë të vazhdojmë të punojmë, sepse kemi shpresa që t'i arrijmë qëllimit që jemi nisur. Ju shumë mirë e dini që ne, që kur ka ikë Bashkia e Orikumit, e dini se si janë shërbimet në zonën tonë. Pikërisht Partia Demokratike e ka primare që nesër vjen në pushtet kthimin e Bashkisë së Orikumit dhe këtu të vazhdojë jeta normalisht dhe të vazhdojë të kryen shërbimet e gjithë popullatës, sepse deri tani asgjë nuk funksionon. Kështu siç jemi, të vazhdojmë dhe këto 20 ditë që kanë ngelur, që të arrijmë sa më shumë një rezultat sa më të shkëlqyer. Unë tani që vija këtu mu deshën 35 minuta realisht duke nxituar për të ardhur. Rruga për i bret Zotit dhe është viti i dytë e gjithë rruga e Radhimës. Është viti i dytë ky për të ndërhyrjen që tentojnë të më thënë për të shitur që po bëjnë investime të mëdha. Po ndërkohë janë 2 vite të humbura për gjithë juve që unë jam i bindur që secili prej jush e ka të lidhur ngushësisht duke qenë një nga sektorët kryesor, sektori i turizmit, apo edhe në shërbime të vogla në ambientet që ju shërbeni. Kjo zonë është një zonë e cila është lënë në arrest. Unë së bashku me Arsenin në Këshillin Bashkiak, se jemi të dy antar të Këshillit Bashkiak, e kemi ngritur disa herë në pushtetin vendor, i cili bën një sy qorr edhe një vesh shurt për mos të dëgjuar se çfarë probleme ka kjo krajinë. Dhe ju e keni parë vetë, nga dita që është bërë reforma territoriale dhe kjo njësi kaloi si njësi në varësi të Bashkisë Vlorë, këtu pushteti vendor ka harruar të kalojë, jo më të vëri dorë të bëjë investime të tjera për ta përmirësuar zonën.